Real Madridi apo Barcelona, Mbappé apo Lamine Yamal? Kjo ishte pyetja e shumë tifozëve përpara El Clasicos së sotme, por në këtë super përballje të gjithë vëmendjen dhe projektoret e stadiumit ishin drejtuar tek arbitri i takimit, Cesar Soto Grado. Një Real Madrid-Barcelona nuk mund të mbyllet kur pa polemika, një intensitet i tillë i lartë nuk mund të mbyllet asnjëherë në paqe dhe do të ketë gjithmonë ankesa, por këtë herë situata ishte akoma edhe më e vështirë, pasi lufta kishte nisur që në deklaratat për shtyp përpara ndeshjes, presidenti i Barcelonës, Laporta, Yamal dhe pjesëtarë të tjerë të katalanësve kishin akuzuar Real Madridin si një ekip që fiton padrejtësisht mendimin e arbitrave, kështu tensioni për arbitrin dhe paragjykimet për të kishin filluar që pa nisur ndeshja dhe menjëherë Cesar ishte në aksion. Ndeshja përfundoi në shifra 2-1 në favor të Real Madridit, fal 2 golave të ardhur nga Mbappé dhe Bellingham, që zhvlerësuan realizimin e Fermin Lopez. Xabi Alonso ishte përgjigjur arrogancës së Yamal, duke thënë se do t'ia lindte gjithçka fushës së blert që të fliste. Në minutën e dytë, arbitri kryesor i takimit tregoi gjithë guximin e tij, ku mes polemikash të ngritura për favorizimin e Real Madridit, nuk uroi që të tregonte gishtin nga pika e bardhë e 11 metrave pasi kontakti të Vinicius Junior me Yamal, si për të treguar se fjalët jashtë fushës nuk kishin as indikim tek ai. Megjithatë, pas përsëritjes së pamjeve, u pa se penalltia nuk ishte dhe kështu fal VAR, arbitri anulloi vendimin e parë, por tregoi se kishte karakter të fortë. Pak minuta më vonë, Mbappé realizoi një super gol, por që u anullua dhe nëpërmjet përsëritjes së pamjeve kishte një pozicion jashtëlojë milimetrik të Mbappés, që ka ngjallur edhe kjo jo pak diskutime në rrjetet sociale. Ndërkohë, faqet e dedikuara për Barcelonën kanë një pretendim për golin realizuar nga Bellingham, pra golin e dytë që vendosi fitoren e Real Madridit 2-1 kundër katalanësve. Përpara se topi të mërrinte në këmbët e Bellingham, kishte një duel mes Dejan Huijsen dhe Pau Kubarsit, një duel i fituar nga lojtari i Realit në ajër përpara se topi të mërrinte te Bellingham, i cili me portën e boshatisur nuk e kishte të vështirë që të shënonte. Në përsëritjen e pamjeve duket qartë një brylje e hapur i Huijsen që i jep jo pak avantazh në duelin me Kubarsin, me këtë të fundit që përfundoi shtrirë në tokë. Megjithatë, kjo situatë u pas si një aksion i rregullt dhe goli në fjalë dhuroi fitoren e Real Madridit. Por për të këtij episodi, arbitri bëri një ndeshje të nivelit të lartë, duke mos harruar rivalitetin mes dy ekipeve dhe momentin e kësaj përballje. Në fund, shpërtheu gjithçka. Vinicius Junior dhe Dani Carvajal janë kapur me Lamine Yamal për shkak të fjalëve të thëna nga ky i fundit për Real Madridin, duke akuzuar si një klub që vetëm vjedh dhe vetëm ankohet. Fol tani, fol më shumë, ishte mënyra se si janë drejtuar lojtarët e Realit, yllit të Barcelonës, me këtë të fundit që shpërtheu dhe nuk mund ta kontrollonte dot veten dhe as nervat. Të gjitha pasimet e tua ishin vetëm mbrapa. Jepi fol, vazhdo. Ishte mënyra se si u drejtua edhe Vinicius Junior, lojtarit spanjoll të Barcelonës.